Në Shqipëri shpeshherë fjala band dhe mafie përzihen si gota e konjakut me ujin, duke krijuar një konfuzion që u shërben më së shumti atyre që janë pjesë e lojës së madhe të krimit. Por mes këtyre grupeve ka një dallim që bën gjithë diferencën në botën e nëndeshme të politikës dhe ekonomisë. Bandat në Shqipëri janë zhurma që bëjnë politikanët kur duan të tregojnë muskujt. Janë ata djemt që kërcënojnë me telefonata, me numra të panjohur dhe fjali të ashpra që nuk përmbajnë asnjë elegancë. Ata janë të fortët e lagjeve, të paditur, të palexuar, pa vizion dhe pa strategji. Janë njerëz të pabes që nuk njohin asnjë rregull, të cilët nuk respektojnë as kodin më minimal të lojës. Janë ushtar të sakrifikuar në fushën e shahut që luajnë padronët e tyre, njerëz të dëshpëruar që e dinë se jeta e tyre vlen pak dhe mund të mbarojnë në çdo moment, madje paguajnë edhe para për mbrojtje nga politika. Nga ana tjetër, mafia është si një kostum i shtrenjtë që rrih mbi trupin e hollë të shtetit. Mafiozët nuk bëjnë zhurmë, ata flasin me zë të ulët, me kode të qarta, dhe nëse u duhet të zhdukin një problem, e bëjnë në mënyrë elegante dhe pa gjurmë. Mafiozët ruajnë kodet, e kuptojnë lojën dhe e luajnë ato në mënyrë të ndershme në botën e tyre, pa bërë lojra të pista dhe pa tradhti. Mafia nuk kërcënon, ajo thjesht vepron. Ajo nuk është kundër sistemit, ajo është vetë sistemi. Mafiozët nuk janë analfabet apo ignorant. Ata janë të shkolluar, kanë akses në bankat më të fuqishme, zotrojnë firmat më prestigjioze dhe njihen mirë me sistemin ligjor dhe financiar, të cilin e kontrollojnë me një efikasitet të frikshëm. Në Shqipëri bandat janë vegla në dorën e politikës. Politikanët u hedhin kockën dhe ata kafshojnë aty ku kërkohet, por mafia është e kundërta. Ajo nuk është vegla e politikës. Ajo e përdor politikën si një kukull të lehtë për të manipuluar. Politikanët janë vegla të mafjes, ortake në lojë dhe interesa, dhe ata e dinë mirë këtë. Mafia financon fushata, blen influencë, kontrollon biznese strategjike, ndërtime, lojëra fati, resorte dhe biznese me shumë qarkullim paraje, aty ku kapitali mund të lahet në qetësi. Mafia shet rregull, jo kaos. Ajo ofron siguri për bizneset që bashkëpunojnë, rregull për ata që respektojnë kodet dhe pasoja të shpejta, të pamëshirshme dhe të heshtura për ata që e sfidojnë. Bandat janë kaosi i rrugës, mafia është qetësia e zyrës. Nëse do mposhtet krimi në Shqipëri, duhet fillimisht të kuptohet kjo diferencë thelbësore.